Në botën e ndërlikuar dhe shpesh kaotike të kujdesit shëndetësor, zgjidhjet më të thella ndonjëherë janë më të thjeshtat. Infermieria, një profesion i ndërtuar mbi një themel njohuri, aftësi dhe dëmshuri, funksionon në presion të vazhdueshëm. Vëllimi i detyrave, rrjedha e informacionit të ri, natyra kritike e çdo vendimi mund të çojë në lëshime të rëndësishme. Në këtë arenë me rrezik të lartë, lista e thjesht shfaqet jo si shenjë dobësie, por si instrument i fuqishëm, disiplinë, siguri. Ajo shërben si rjet kognitiv, kap gabimet e vogla, por potencialisht katastrofike. Problemi nuk është mungesa e ekspertizës, por gabueshmëria njerëzore për shkak të kompleksitetit dhe lodhjes. Infermierja menakshon shumë pacientë, nevoja, medikamente, gjendje në zhvillim. Përgjigjet ndaj alarmeve, komunikimi me mjekët, ngushëllimi i familjarëve, këto rrisin rrezikun për gabime. Shembuj: kontrollimi i alergjisë 2 herë, humbje e rrotullimit, neglizhimi i dokumentacionit, të vogla, por me pasoja. Një listë kontrolli e strukturuar kthen kujdesin në veprime konkrete, siguron standard të qëndrueshëm për çdo pacient, çdo herë. Nuk zëvendëson gjykimin klinik, çliron burime kognitive. Çdo ndërveprim me pacientin fillon me një sekuencë thelbësore, hapash për të vendosur një mjedis të sigurt dhe të informuar për kujdes. Ky kontroll fillestar para fluturimit është i panegociueshëm dhe vendos bazat për gjithçka që pason. Veprimi i parë duhet të jetë gjithmonë higjiena e duarve. Qoftë duke përdorur sapun dhe ujë, ose një dezinfektues me bazë alkooli, ky akt i thjesht është masa më efektive në parandalimin e përhapjes së infeksioneve të lidhura me kujdesin shëndetësor. Pas kësaj, infermierja duhet të veshë dorezat nëse situata e kërkon. Kjo barierë mbron pacientin e prekshëm, duke krijuar një fushë sterile për kujdes që në fillim. Hapi tjetër kritik është identifikimi pozitiv i pacientit. Infermierja duhet të angazhojë pacientin duke kërkuar emrin e plotë dhe datën e lindjes. Konfirmimi verbal krahasohet me shiritin e identifikimit. Kjo metodë me 2 identifikues parandallon gabimet e pacientit të gabuar dhe gabime procedurale. Fokusi vendoset në një vlerësim fillestar të shpejtë, por të plotë. Temperatura, presioni i gjakut, rrahjet e zemrës dhe shkalla e frymarrjes. Këto numra japin pamje sasiore të gjendjes fiziologjike. Vlerësimi i dhimbjes, shenja e pestë vitale, plotëson tablon. Me kontrollet themëlore të përfunduara, lista udhëzon fushën me rrezik të lartë të administrimit të medikamenteve. 5 të drejtat: pacienti i duhur, ilaçi i duhur, doza e duhur, rruga e duhur dhe koha e duhur verifikohen metodikisht. Leksimi i etiketës, kur merret, para përgatitjes dhe në shtrat para administrimit. Çdo medikament dokumentohet menjëherë, komunikim thelbësor që parandallon dozimin e dyfisht. Lista nqit ndryshimin e pozicioneve rregullisht, zakonisht çdo 2 orë. Parandallon ulqerat e presionit dhe ruan integritetin e lëkurës. Vlerësoni lëvizshmërinë, përdorni ashensor mekanik ose ndihmën e stafit për sigurinë e pacientit dhe infermierës. Kasja proaktive përmirëson kalkulimin dhe shpejton shërimin. Komunikimi efektiv ka pikën e vetë të kontrollit. Tani do të kontrolloj presionin tuaj të gjakut. Ky medikament është për dhimbjen tuaj. A keni ndonjë pyetje? Pyetni për kuptimin dhe shqetësimet e pacientit. Dialogu ul ankthin dhe ndërton besim. Informoni familjen me përditësime qarta, duke respektuar konfidencialitetin, partneritet që forcon kujdesin. Ndërsa një ndërveprim ose një turn përfundon, procesi i mbylljes është kritik. Dokumentacioni i kujdesshëm shërben si regjistrim zyrtar dhe ligjor. Çdo veprim, vëzhgim, shenjë vitale, medikamenti administruar. Kartela është kanali kryesor i komunikimit. Dokumentacioni i plot është kalimi i stafetës. Kontrolli i dhomës. A është butoni i thirrjes i arritshëm? Uji, syzet, shtrati në pozicionin më të ulët me shina anësore të ngritura? Kontrolloni rehatin. Batanijet, jastekët, rrobat. Këto akte të vogla dinjiteti kanë ndikim të madh. Theksoni përdorimin e butonit të thirrjes për çdo shqetësim. Përqafoni listën, besojini procesit, bëni pyetje dhe dokumentoni gjithçka për të përfunduar turnin me besim se asgjë thelbësore nuk u harrua.